i shoh tendencat për Vlenit. Domethënë, unë jam largu prej pushtetit për të shkuar në pushtet, për ta fitur gostivarin. S'ka lidhje. Domethënë, as që diskutohet për pushtet. Ne ishim në pushtet, ishim drejtor, disa ishin ministra, dhe në momentet vështira shqiptarët kanë ditë bashkëpunojnë, çdo herë. Asnjëherë nuk kanë ditë të gabojnë, sepse ne jemi me një kryq politik. Pse e them kështu? Imagjinoni, a fitoheshte gostivari me VMRO-n? Fitoheshte, pa problem. Por çfarë duheshte t'jepet? Duheshte kryetarin e këshillit, duheshte komunalecin, duheshte t'jepet sekretari i komunës. Kështu të ndodhe me këto partitë e Vlenit, në qoftë se fitojnë, unë dyshoj se do fitojnë në një komunë, në qoftë se fitojnë, ato e kanë varë pushkën të VMRO-ja. Nuk thonë ato se ne i fitojmë zgjedhjet. Ato thonë me ndihmën e VMRO-s do ta fitojnë. Kështu që kjo do t'ishte përgjegjësi historike për ne që bëjmë politikë. Nesër në Kërçov, në Struk, në Gostivar, në Tetov, në Dibër, t'jepen pozicione më shumë. Unë nuk them, duhet t'i respektojmë bashkëqytetarët tonë Maqedonës. Por, në qoftë se edhe në pushtetin lokal ne marginalizoheshim, do ishte shumë keq. Kjo do ishte përgjegjësi historike.